0 deri në 5 vjeç janë disa gjëra shumë të rëndësishme që fëmia duhet që t'i zhvillojë me patjetër. 1. Është socializimi, pra të di ky fëmijë të bëj shok. Pra shokët apo ja kontrollon ti, apo fëmia tashmë ka arritur që të socializohet dhe kur shkon në park fillon pyet dikë për emrin, si e ke emrin, a do të luajmë bashkë e të tjerë të tjerë. Ashtu prindi edhe mëson fëmijën kur dikush tjetër i thot jo. Pra fëmia që ai pyet thot a do të luajmë bashkë? Jo, i thot fëmia tjetër, atëherë çfarë bën fëmia yt? A fillon edhe qan me një herë të tjerë, apo aty prindi dhe fillon edhe i mëson, po, është vërtet disa jo të gjithë personat kanë për të dashur që të luajnë me ty. Atëherë çfarë bëjmë ne kur dikush na thot jo? Okej, vazhdojmë lojën tonë, mund të bish të më thuash mua, mund të kërkosh një shok ose shoqe tjetër e të tjera. Dhe aty fillon pra 0 deri në 5, kjo është një ndër gjërat që duhet të ketë fëmia një ndër cilësitë kryesore. E dyta, të shpreh ndjenjat e veta. Pra 0 deri në 5 vjeç është pikërisht ajo mosha kur fëmia duhet që me do e mos të ditë thojë që jam i mërzitur, jam i nxehur, jam i lumtur, jam i qetë, jam i zhgënjur e të tjera. Dhe kjo është një ndër mungesat më themelore që kemi ne sot si shoqëri, sepse kur nuk formohet nga 0 deri në 5 vjeç, për fat keq ajo vazhdon në të njëjtën mënyrë të paformuar. Dhe pjesa e fundit është pjesa e përgjegjësisë. Pra duke i nisur me detyra të vogla, kur fëmia fillon edhe mësohet që shiko se unë jam përgjegjës për veprimet e mia, dhe këtë përgjegjësi ai fillon edhe merr në familje, si duke u nisur me gjëra shumë të vogla dhe shumë themeltare, për shembull merr gotën e vet, e mbush vet, fillon edhe kujdeset për veten, vishet vet, e të tjera, dhe prindi fillon edhe e lejon. Në këtë formë fillon edhe formohet edhe vetbesimi tek fëmia. Në momentin që ai fëmijë bie, rrëzohet e të tjera, thjesht mënyra se si reagon prindi në atë moment ka për të vënë theksin që ky fëmijë pra a do si thuash a do llastohet, pra a do lër ky fëmijë, a është gati prindi që ta lër fëmijën që të gabojë? Përse? Sepse duke gabuar ai do nis të mësoj shkak pasojën, dhe shkak pasoja ne e dim që është mjeti kryesor i cili rrit inteligjencën emocionale tek fëmijët.